Fatmirësisht problemet mëdha nuk kemi, kemi ekipet në teren edhe dje dhe sot, por probleme, si me thonë të mëdha, nuk kemi pas. Kemi pas një rshitje dheu të rruga në Sharban e cila shpije për shkollë fillore atje. Po prej dje kemi ekipet atje, si me thonë, një pjesë e rrugës o pastru, do të pastrohet edhe pjesa tjetër. Nuk kemi ndonjë telash, si me thonë, kështu më të madh. Kjo është një prej telasheve që i kemi pas. Por gjithsesi jemi me ekipe gjatë ditës edhe dje dhe sot në vëzhgim, në teren, po presim për me na lajmëruar qytetarët nëse ka ndonjë telash. Si zakonisht numri jon është 0800 2233, është në vefaqet komunës, çdo qytetar ose çdo lagje që ka ndonjë telash, le të na lajmërojë, do të intervenojmë, kemi ekipet në dispozicion. Kogja shumë kanë shkaktuar probleme, sidomos për me dalë na për me mujt, me shku në punë këse me mujt kur qysh, me dalë se ujë edhe qizmen të imë leke ujë, qas ujë i madhë që ka ardhë. Kërkush veçinarë që atë kanë vizitu pak për nortë, që atë kur gjus kanë thojë premtuar që do të bim do ujë, do as ujë s'kem, as kur gjus na kanë premtuar. Nuk na kanë pru as ujë s'kem. Momentalisht jemi metë edhe pa ujë. Këto tjera të kemë sigurume sa për në ashtaqilet pak rruga do të me shku me furnizu vetë mi morë, se këtë me na pru dishka bilet, sa do ku do pak ujë bilet, sa për këtë thmi që të se nëse as ujë sjellses, as kur gjë s'kem pas as ujë. Po kem problem gjithë me ujë këtë, s'pe bojnë një vëzhgjerje komuna kur s'kan rregullu me na ardhë ujë ka shumë. Të ujë teper e madhë po vjenë sa që s'po mujë mas me dalë për jashtë, as me shku shkolla, as në puna, as kërkon. Deri ujë, deri këtu ka orë, deri këtu. As me qizmen s'muj shumë me dalë për jashtë, për me shku në punë, me shku në shkolla, dikon në thmija, as kërkon krejti në kodë në byllum këtu. Me qizme të është me dalë, fëmijën me përcjellë në shkollë, me qizme. Po sa herë të ka tresh në kështë, shumë të zakonisht dimnit, këto se ndodhë në çdo herë. I gjithë fshati në komunë Fushë Kosovës është pa ujësjellës. Gjithë detyrohen si verë, si dimën, ujë të morën në Prishtinë. Prishtina në kryeshesa ku është sistemi batlllavës. Në bjellërat me grunë që janë, sikur to kojshite që kanë me grunë, këto i bandome. Që e pjesa poshtë, pe gurdhë është poshtë, këta sipërfaqe është janë 3-4 hektar, gjithë janë kullosa barit i vadh. Shkaku i ujit nuk mund e shfrytëzojnë për grur, për misër. Por asia është për Kuvendin Komunal të Fushë Kosovës, nuk i kushton as mjete për të hapur një kanal. Pej atje të bazenat e Pershqipçen deri te ura e Sidnisës. Për paktën ti ujë se është problem këtë. S'di se si ja bën këtë zgjidhje, është ura është e vogël, nuk e përbin gjithë këtë ujë. S'di se si ja bën zgjidhjen edhe ata. Është problem vetëm. Çka të bëjmë, kur të ka shi, me qizme, me mu gjenë dhe qysh. Ujë të pishën po të me ble, non stop. Pe qitash që ja ka nisë një muj, që ja ka nisë të roshina, ujë t'jem të aty tash dit, në uleqevi do të me dertë bënorin me kakret, me pastru, ani mu bo diçka nda. Me grune, me shka ko këtu pi merë, se shpijat mo me pëdron këtu s'kena gëzëv di maru as njënën. Lokali po këto e ka, atë kanalin rafsh ujë është. Shkoki që ti ujit, kanë marrë lokal me qeretje me punu në drogëli, se gjysta kërrikit thu, veç me najtë të dertë me mater. Kreti ka me izolime, me shka shkujnë që shka me izolua një podrum, e ka që këj vend, që të edhe apet të gujnë e mush.